dhe duhet ndajmë periudhën e kuvendit kur bëhet fjalë që ne nuk kishim as status juridik, as status ekonomik, ishim në aspektin ligjor, nuk na njifte njeri në atë periudhë. Pavarësisht që ishte Partia Demokratike Reale, por në aspektin juridik nuk na njifte njeri. Dhe si çdo organizim që ti mund të bësh donacione, pagesa, brenda kuadrit ligjor të Republikës Shqipërisë, kjo gjë të pengon fare për ta bërë këtë. Unë e di që një parti për sa i takon financimit partive politike, Selami Jenisheri, tani për sa i takon partive politike, çdo donacion është i deklaruar në KQS, siç mbyllen bilancet e forcave politike që deklarohen çdo palëzjedhje në fund vitit, nuk e di se nuk jam marrë me pjesën e deklarimit forcave politike për këtë gjë, por çdo gjë është transparente dhe ligjore. Për sa i takojmë çështjes konkrete, patjetër, disa njerëz që janë demokrat, pjesë strukturave, se ishim akoma në detyrë, kishim funksionet në detyrë, pavarësisht se na kishte ikur, donim të ishtim kryetari. Është transparente po thua, sa ka kushtuar ky aktivitet? Tashti unë nuk mund të them dot, sepse unë jam një nga njerëzit. Tashti unë, ti nuk mund të kërkosh ke unë këtë gjë, sepse unë jam një nga njerëzit që jam pyetur për këtë çështje. Nuk do ishte korrekte. Dhe nuk do jetë korrekte në aspektin ligjor, në aspektin ligjor nuk është korrekte nga ana ime që unë do të them, por të garantoj një gjë, nëse unë nuk do isha nga njerëzit e pyetur apo të përfshirë direkt në këtë çështje, do ta bëja transparencën këtu fatur sa ka kushtuar kuvendi i 11 dhjetorit. Mund të flasësh vetëm për vetes, mund të flasësh për donatorët e tjerë, besoj. Unë po flasë në parim, ti një nga donatorët, jo vetëm Partia Demokratike. Ka dhe donatorët të tjerë që ti s'mund ta vësh dorë në zjarr, mendoj. Të ndryshojnë ligjin fundja dhe të bëjnë transparente në cilësinë time unë di që jam donatori kryesori persona jashtë partisë. Aktiviteti dhe ati aktiviteti. Kështu që e ve dorën në zjarr edhe për donatorët e tjerë. E kuptova. Në fakt, Zoti Berisha Bego tha që janë një listë me biznese që kanë mbështetur foltorin e rithemelimin, janë dërguar, domethënë është spionuar tek amerikanët, le të kuptoj doktori, nga Basha dhe nga të tjerët brenda PD-s. Ai e tha nga Basha aty, është vërtet? Ai e tha nga Basha që për Jurikim dhe për Escobarin. Po, ai tha nga Basha që është dhënë, do të thënë akuzoi Bashin që ka dhënë listën e biznesmenëve shqiptar tek Jurikim dhe tek Escobari. Nëse e ka dhënë, çfarë keqe ka domethënë? Çfarë keqe ka? Këtu do të thënë ai se vetëm kaq, po ne aty ka shumë individ që për ata që ishin me blulin atë kohë çonin letra në për ambasada si grupet strukturuara kriminale me bomba e me granata e me kundër ajrore, nuk e di për çfarë, se kjo është një tragjikomedi shumë e madhe. Unë nuk e di këtë gjë, unë për vetes s'kam çuar në një rast letra as mesazhe. Por në rast se do pyetesha ç'mendim ke për zotin Berisha për X Y-in që janë atje, do thoja të vërtetën. Atë që kam thënë publikisht, do thoja edhe po të më pyesni në atë cilësi politike që kisha në atë periudhë. Do thoja që zoti Berisha është gabim që kërkon të kthehet dhe të imponohet me çdo kusht, është gabim që i ndërseu demokratët kundër njëri tjetrit, është gabim që sulmoi Partinë Demokratike. Ky është debat politik. Këtë debat e kemi e ka fituar Berisha debatin. Dhe po i kanë thënë atyre le të ka fituar Berisha debatin. Apo jo, nuk e dim se deri tani do ta fitonte, po që se Partia Demokratike do vinte në pushtet. Nuk thash me ne. Me ju. Me ju e ka fituar. Ne ishim ai ndau partinë, çfarë fitoi? Shiko, Koli se e ka thënë edhe tjetër. Ai ndau partinë lëm, çfarë fitoi? Ja fitoi me ju në debatin. Përkohësisht mori shumicën. Shumica tani po ikën dhe po kthehet në pakic. Tash pse të vërtohesh më kot? Unë jam nga ata që unë jam disa herë këtë gjë që fitoi. Disa herë nuk ka mbaruar. U bë një betejë, po lufta s'ka mbaruar. Do të thonë, në rast se Berisha pse ta them? Në rast se Berisha vjen në pushtet. Unë jam nga ata që e kanë mbështetur kauzën. Atëherë po. Dhe kam të drejtën morale si një mbështetës i kauzës. Thuaj të them që ka juve, ju nuk thash për kauzën, ju mundi juve në këtë betejë
lënda Partia Demokratike ka shkuar me zotin Berisha, kjo është realiteti. Partia Demokratike shkoj me zotin Berisha dhe po largohet. Realiteti i ndryshueshëm. Mori pronën e vet. Është realiteti i ndryshueshëm. Dakord, nëse është kjo që thonë. Interpretojeni si doni. Kur të bëjnë zgjedhjet, kur të bëjnë zgjedhjet në prill, pasi del dikush ka pak se shtot, zgjedhjet në prill thot. Po, e dëgjove se çata vetën. Mirë, dakor, mos e skam gjë me ende. E dëgjove çata Berisha Nesh. Tha, në prill tha, do votojnë ata demokrata që kanë qëndruar në Partinë Demokratike këto 4 vjet, 4-5 vjet. Ja ta jo, nuk është e vërtetë ta them unë këtë gjë sepse dje kam qenë në mbledhje. Po. Partia Demokratike po rifreskon listat e antarësisë. Dhe normalisht që ti je antar i një force politike, ke edhe disa detyrime ndaj forcës politike. Se ti mund të jesh antarësuar në 92-shin, si e parë kur më në të forcës politike dhe vjen në 2025 për të votuar për të zgjedhur mua strukturat e Partisë Demokratike. Si e vlerëson këtë? Dhe është rënë në dakordsi. Paguar njëri kuotat. Jo, është rënë në dakordsi. Është rënë në dakordsi dhe po bëhet një udhëzim që lista që kanë zgjedhur Lulzim Bashën kryetar herën e fundit në krye të Partisë Demokratike, bashkë me të gjitha proceset e tjera që janë bërë që kur zoti Berisha ka nisur foltoret, këta njerëz që kanë ardhur dhe kanë marrë pjesë në qendrat e votimit Partisë Demokratike për zgjedhjet e brendshme kanë të drejtë të jenë antar nga kuvendi 2021. Nga kuvendi, po në 5 vitet e fundit, pra në 5 vite duke përfshirë dhe kuvendin e Bashës. Pse dhe kjo bëhet që mos po mirë, derisa rehabilitohet Gazbardi, që mos preashtohet askush nga Partia Demokratike. Pse landi? Këta që votuan tani për Bashën, ti mbase nuk e di. Por unë, kur është zgjedhur Lulzim Basha në krye të partisë, unë kam qenë një nga njerëzit që m'ishte hequr emri si antar i Partisë Demokratike. Ndërkohë, unë isha sekretari i forumit në detyrë. Pra, këto janë paturpësitë që kanë ndodhur në Partinë Demokratike. Dhe normalisht ka ardhur koha që pjesa e antarësisë Partisë Demokratike duhet filloj të digitalizohet dhe duhet i përshtatemi kohës që ne jemi. Nuk mund të ecim që kemi 200.000 antarë. Indri, se duhet shkojmë publicitet. Ja, vetëm të them dhe një gjë. Një deg mund të nxjerrë kam 15.000 antarë, ndërkohë që vin votojnë 1.500 veta. Pra, realisht ne nuk kemi 15.000 antarë. Kemi 1.500 aq sa vim për tu angazhuar. Dhe mbi këtë gjë po ngrihet organizimi i ri i Partisë Demokratike për të ardhur në pushtet. Jo se duhet bëj diversion e zotit Bardi, po mos këto hetimet e SPAK-ut ku për rithemelimin, fondet, insinuate që mund lidhen me pasurit e familjarëve të zotit Berisha, lidhe që do të rritet Flamur Noka, dy pa di që kanë në njënin e emër Gazmen Bardi, mos ka lidhje kjo me kuvendin e prillit? Jo, s'ka lidhje fare. Garantojmë që s'ka lidhje edhe në dijenin time, zoti... Rëzikohet shumë sa liu në dijenin time, zoti Noka do rikandidoj për pozicionin e sekretarit përgjithshëm, ashtu si që dhe zoti Berisha si që ka deklaruar dhe vetë që do rikandidoj për... Këto hetimet e SPAK-ut e mos lidhe me këto që kërkojnë... Mos ka fillu në diversion nga brënda akoma. Po mirë, në base del zoti Bardi thotë si kam bërë unë ato, tu qas po të gjojmë, s'po shofim qëndërimet të ndryshme, s'do ma bisi. Mi shkojmë publicitet dhe rikthejmë e plasim prapë për këtë, po edhe për një raport që ka vendosur zoti Berisha, si dhe mos pas hetimeve që janë hapur ndaj numrit 2 të qeverisë, por dhe akuzat e fundit që e ka bërë për ta shoqëruar impaktin këtë parkun Durana. Zoti Berisha duket se e ka zbutur qëndrimin e tij ndaj SPAK. Apo mos po gjen aty një aleat të ri, rikthehemi dhe flasim për këtë pas publicitetit.